Kolesteroli i lartë është një nga faktorët kryesor të rrezikut për sëmundjet kardiovaskulare, që janë shkaku numër 1 i vdekjeve në mbar botën. Për të mësuar më shumë se çfarë është kolesteroli, pse rritja e tij është problematike, si ta kuptoni nëse jeni në rrezik dhe më e rëndësishmja, si ta kontrolloni kolesterolin në mënyrë efektive, na ndiqni në programin e sotëm Shpresë për ty. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Shpresë për ty. Mikesha të dashura, është kënaqësi të jemi sërish së bashku sot dhe faleminderit që na ndiqni. Unë jam Marta dhe unë jam Dena. Përshëndetje të gjithave. Në programin e kaluar folëm për stenozën e arterjes karotide dhe tham se një nga shkaqet e saj është kolesteroli i lartë. Kështu në këtë program kemi vendosur të flasim pikërisht për këtë. Çfarë është kolesteroli? Shkaqet, pasojat edhe si mund ta mbajmë atë në kontroll. Kolesteroli është një substancë yndyrore që prodhohet në mëlçi dhe gjendet edhe në disa ushqime. Ai është i domosdoshëm për shumë funksione trupore, duke përfshirë prodhimin e hormoneve, vitaminës D dhe ndërtimin e qelizave. Megjithatë, kur niveli i kolesterolit në gjak është shumë i lartë, ai mund të ngjitet në muret e arterieve dhe të shkaktojë bllokime, duke rritur rrezikun për infarkt në zemër dhe goditje në tru. Trupi ka nevojë për kolesterol, por gjithçka është çështje balance. Kur balanca prishet dhe kolesteroli i keq, LDL, rritet shumë, ai fillon të grumbullohet në arterje, duke formuar pllaka të ngurta që pengojnë qarkullimin e gjakut. Kjo mund të sjellë komplikacione serioze. HDL është një lloj kolesteroli që quhet shpesh kolesteroli i mirë. HDL vjen nga anglishtja dhe në shqip përkthehet lipoprotein me densitet të lartë. HDL ka një rol shumë të rëndësishëm mbrojtës. Ai mbledh kolesterolin e tepërt nga gjaku dhe enët e gjakut, e transporton atë në mëlçi, ku përpunohet dhe largohet nga trupi dhe ndihmon në pastrimin e arterieve duke ulur rrezikun për bllokime. Lloji i dytë janë trigliceridet, që është lloji më i zakonshëm i yndyrës në trup. Nivelet e larta të triglicerideve rrisin rrezikun për sëmundje të zemrës. Trigliceridet rriten me konsumimin e tepërt të kalorive, sidomos nga sheqernat e rafinuara dhe alkooli. Dhe lloji i tretë është LDL, që njihet si kolesteroli i keq, sepse ai është më i prirur për të shkaktuar bllokime në arterje, duke kontribuar në sëmundje të zemrës. Kolesteroli i lartë zakonisht nuk shfaq simptoma të dukshme, prandaj është quajtur vrasësi i heshtur. Shumica e njerëzve e zbulojnë atë vetëm pas një analize gjaku ose pas një problemi serioz si infarkti. Në disa raste të rralla mund të shfaqen njolla të verdha rreth syve ose nyje dhjamore në lëkurë. Kjo mungesë simptomash e bën kolesterolin të rrezikshëm, pasi njerëzit mund të ndihen mirë dhe të mos kenë asnjë shenjë paralajmëruese. Për këtë arsye, analizat e gjakut janë jetike për të zbuluar nivelin e kolesterolit dhe për të marrë masa në kohë. Disa nga shkaqet e kolesterolit të lartë janë ngrënia ushqimeve me yndyrna të ngopura, sheqerna të rafinuara dhe ushqimeve të përpunuara. Ushqimet e skuqura, fast foodet dhe produktet e mishit të përpunuar janë disa nga fajtorët kryesor të rrezikut të rritjes së kolesterolit të keq. Gjithashtu, mungesa e aktivitetit fizik është një faktor rreziku. Jeta sedentare ngadalson metabolizmin dhe ul nivelin e kolesterolit të mirë, duke lënë të lirë LDL-n të rritet. Mbipesha dhe obeziteti shpesh shoqërohen me nivele të larta të triglicerideve dhe kolesterolit. Pirja e duhanit, jo vetëm që dëmton enët e gjakut, por edhe ul HDL-n dhe rrit rrezikun për zhvillimin e sëmundjeve të zemrës. Alkooli në sasi të mëdha rrit trigliceridet dhe mund të kontribuojë në probleme të tjera shëndetësore. Diabeti dhe problemet metabolike gjithashtu e bëjnë më të vështirë kontrollin e niveleve të kolesterolit, sidomos nëse nuk menaxhohen mirë. Kur kolesteroli grumbullohet në muret e arterieve, ai krijon pllaka që pengojnë qarkullimin e gjakut, një gjendje e njohur si aterosklerozë. Folëm për këtë në programin e kaluar dhe tham se kjo mund të çojë në infarkt në zemër, pasi oksigjeni dhe lëndët ushqyese nuk arrin në zemër në sasinë e duhur. Goditja në tru është një tjetër komplikacion i rrezikshëm kur rrjedha e gjakut në tru ndërpritet nga një bllokim. Arteriet që furnizojnë këmbët dhe krahët gjithashtu mund të bllokohen
duke shkaktuar sëmundje të arterieve periferike që sjellin dhimbje, vështirësi në ecje dhe ndonjëherë edhe humbje të gjymtyrëve. Hipertensioni shpesh shoqërohet me kolesterolin e lartë, duke e bërë gjendjen edhe më të rrezikshme. Kombinimi i këtyre faktorëve rrit ndjeshëm rrezikun për sëmundje kardiovaskulare të rënda. Diagnostikimi i kolesterolit bëhet përmes një analize të gjakut të quajtur profili lipidik. Kjo analizë mat nivelin e kolesterolit total, LDL-s që tham është kolesteroli i keq, HDL-s, kolesterolit të mirë dhe triglicerideve. Analiza e kolesterolit duhet të bëhet në mëngjes, me stomak bosh, pa ngrënë për të paktën 8 deri në 12 orë. Mjeku do të analizojë rezultatet dhe në varësi të vlerave do të përcaktojë nëse është e nevojshme ndërhyrja përmes ndryshimeve në stilin e jetës apo me anë të medikamenteve. Në disa raste, analiza të mëtejshme si kontrolli i funksionit të mëlçisë apo ekografia abdominale mund të jenë të nevojshme. Menaxhimi i kolesterolit fillon me ndryshimet në stilin e jetesës. Një dietë e pasur me fibra si të shëra, fasulet, perimet me gjethe jeshile dhe e varfër në yndyrna të ngopura ndihmon shumë. Konsumoni produkte të freskëta, shmangni ushqimet e skuqura dhe të përpunuara dhe zgjidhni gatimin me avull ose në furrë. Ushtrimet fizike të paktën 30 minuta në ditë, 5 ditë në javë, ndihmojnë në rritjen e HDL-s dhe uljen e LDL-s. Ecja, noti, ciklizmi apo yoga janë aktivitete të thjeshta por shumë efektive. Aktiviteti fizik gjithashtu ndihmon në kontrollin e peshës trupore dhe përmirëson qarkullimin e gjakut. Reduktimi i duhanit dhe alkoolit është i domosdoshëm. Duhani dëmton enët e gjakut dhe ul nivelin e kolesterolit të mirë, ndërsa alkooli rrit trigliceridet. Në disa raste, kur këto masa nuk janë të mjaftueshme, mjeku mund të rekomandojë medikamente për uljen e kolesterolit, si statinat, fibratet apo medikamente të tjera të reja që ndikojnë në përthithjen e yndyrnave në zorr. Ushqime të rekomanduara. Tërshëra dhe elbi që përmbajnë beta-glukan, një lloj fibre që ndihmon në uljen e kolesterolit të keq dhe janë të pasura me fibra që ndihmojnë përthithjen e kolesterolit në zorr. Peshku si salmoni, sardelet apo skumbri janë të pasur me acide yndyrore omega-3 që reduktojnë inflamacionin dhe mbrojnë shëndetin e zemrës. Frutat e thata, arrat, bajamet që përmbajnë yndyrna të mira që rrisin HDL-n. Perimet jeshile që janë të pasura me antioksidant dhe fibra. Perimet me gjethe jeshile dhe perimet e freskëta në përgjithësi ndihmojnë në uljen e kolesterolit përmes përmbajtjes së lartë me fibra dhe antioksidant. Avokadoja është një tjetër ushqim i mirë me yndyrna të pangopura që ndihmojnë në uljen e kolesterolit LDL pa ulur HDL-n. Një nga mitet më të zakonshme është se vetëm të moshuarit kanë kolesterol të lartë. Në realitet, kolesteroli mund të fillojë të grumbullohet që në moshë të re, sidomos për shkak të faktorëve gjenetik apo mënyrës së pashëndetshme të jetesës. Një tjetër keqkuptim është ideja se nëse nuk ha shumë yndyrë, nuk ke pse shqetësohesh për kolesterolin. Edhe mungesa e aktivitetit fizik, diabeti apo predispozita gjenetike mund të çojnë në rritje të kolesterolit. Disa njerëz besojnë se nëse ndihen mirë, nuk kanë pse të bëjnë analiza për kolesterolin. Kjo është e rrezikshme, sepse kolesteroli i lartë nuk jep simptoma dhe mund të shkaktojë probleme pa e kuptuar. Kolesteroli i lartë është një gjendje që mund të menaxhohet dhe parandalohet me informim dhe ndihmën e duhur mjekësore. Nëse nuk trajtohet, ai mund të sjellë pasoja serioze për zemrën edhe shëndetin e përgjithshëm. Mos e lini pas dore. Bëni analizat, ndryshoni zakonet e ushqyerjes dhe kërkoni mbështetje profesionale kur është e nevojshme. Jemi rikthyer në studio me kesha të dashura në programin Shpresë për ty. Në pjesën e parë të programit kemi folur për kolesterolin, shkaqet, pasojat dhe disa ndryshime në stilin e jetesës për ta parandaluar atë. Në fakt, shumë nga sëmundjet fizike kanë si shkak kryesor stilin e jetesës, që përfshin ushqimin, gjumin dhe aktivitetin fizik. Pra, është çështje zgjedhjesh. Të njëjtën gjë mund të themi edhe për shëndetin ton frymëror. Zgjedhjet që ne bëjmë janë vendimtare në shumë aspekte të jetës sonë. Është shumë e vërtetë, Arta. Në jetën tonë të përditshme, shpesh mendojmë se ndryshime të mëdha vijnë nga vendime të mëdha. Presim momente të rëndësishme, kthesa dramatike ose situata që na detyrojnë të ndryshojmë. Por e vërteta është shumë e thjeshtë.
Jeta jonë formohet nga zgjedhjet e vogla që bëjmë çdo ditë. Kolesteroli i lartë nuk shfaqet papritur. Ai nuk është rezultati i një vakti të vetëm apo i një dite të keqe. Përkundrazi, siç e tham, ai është fryt i një serie zgjedhjesh të vogla. Ushqimi që konsumojmë çdo ditë, niveli i aktivitetit fizik apo mënyra si menaxhojmë stresin. Me kalimin e kohës, këto zgjedhje grumbullohen dhe japin rezultatet e tyre. Ajo që dukej e parëndësishme në moment, bëhet vendimtare në të ardhmen. Bibla na kujton këtë të vërtetë e Galatasve 6 vargu 7, ç'të mbjell njeriu, atë edhe do të korrë. Ky varg nuk flet vetëm për veprime të mëdha apo mëkate të dukshme, ai flet për një ligj të jetës. Çdo zgjedhje është një far që mbillet dhe çdo far herët avon jep frytin e vet. Në këtë kuptim, çdo ditë është një fushë ku ne mbjellim, çdo mendim që ushqejmë, çdo fjalë që themi, çdo reagim që zgjedhim janë fara. Disa prej tyre janë të mira dhe sjellin jetë, paqe dhe rritje. Të tjerat janë të dëmshme dhe sjellin lodhje, tension dhe zbrazëti shpirtërore. Shpesh ne kemi tendencën të nënvlerësojmë gjërat e vogla. Për shembull, ndonjëherë mendojmë, nuk ka rëndësi nëse nuk lutem sot. Nuk është problem nëse reagoj me nervozizëm këtë herë, apo një kompromis i vogël nuk bën dëm. Por pikërisht këto gjërat të vogla janë ato që me kalimin e kohës formojnë drejtimin e jetës sonë. Ashtu siç ndodh me trupin, ku një zgjedhje e vogël ushqimore përsëritur çdo ditë mund të çojë në probleme serioze shëndetësore, edhe në shpirt, një qëndrim i vogël negativ i ushqyer vazhdimisht mund të kthehet në një gjendje të vazhdueshme të zemrës. Hidhërimi i vogël bëhet mëri. Ankthi i vogël bëhet frikë. Kompromisi i vogël bëhet zakon. Por lajmi i mirë është se i njëjti parim funksionon edhe në drejtim të kundërt. Zgjedhjet e vogla të mira kanë fuqi të jashtëzakonshme. Një moment lutjeje, edhe kur nuk kemi dëshirë, një fjalë e butë në vend të një reagimi të ashpër, një vendim për të falur, edhe kur është e vështirë, një hap i vogël drejt së drejtës, edhe kur askush nuk po na sheh, janë fara që mbjellin jetë. Në fillim, ndryshimi mund të mos duket i madh, por me kalimin e kohës, këto zgjedhje ndërtojnë karakterin. Është e rëndësishme të kuptojmë se karakteri nuk ndërtohet në momente presioni, por zbulohet pikërisht në ato momente. Karakteri ndërtohet në përditshmëri, në vendimet e vogla që ne marrim, në mënyrën se si mendojmë kur jemi vetëm, në mënyrën se si reagojmë kur nuk na vlerësojnë, apo në mënyrën se si zgjedhim të veprojmë kur kemi mundësi të bëjmë kompromis. Gjithmonë, ndryshimi fillon me një zgjedhje të vogël. Ndoshta sot nuk mund të ndryshojmë gjithçka, por mund të ndryshojmë diçka. Sot ne mund të zgjedhim një mendim më të pastër, një fjalë më të mirë, një veprim më të drejtë, dhe nesër mund ta bëjmë përsëri. Me kalimin e kohës, këto zgjedhje bëhen një stil jetese që herët avon do të prodhoj fryte jo vetëm në trupin ton, por edhe në zemrën dhe shpirtin ton. Ja disa hapa për të filluar zgjedhjen e gjërave të mira, të pëlqyeshme në sytë e Perëndis. E para, njihni fjalën e Perëndis. Nuk mund të zgjedhim vullnetin e tij nëse nuk e njohim atë. Bibla është udhërrëfyesi ynë kryesor. Psalmi 119 vargu 105 thot: Fjala jote është një llambë në këmbën time dhe një dritë në shtegun tim. Sa më shumë e njohim fjalën, aq më qartë dallojmë zgjedhjet e duhura. Hapi i dytë. Kërkoni drejtimin e Perëndis në lutje. Zgjedhjet nuk duhen bërë thjesht me logjik njerëzore, por duke kërkuar drejtimin e tij. Jakobi kapitulli 1 vargu 5 thot: Por në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon urtia, le të kërkojë nga Perëndia që u jep të gjithëve pa kursim, pa shortuar dhe atij do t'i jepet. Lutja na ndihmon të mos veprojmë me nxitim, por me urtësi. Hapi i tretë për të bërë zgjedhje të mira, dëgjoni zërin e frymës së shenjtë. Perëndia nuk na flet vetëm përmes Biblës, por edhe në zemrën tonë. Gjoni kapitulli 16 vargu 13 thot: Por kur të vijë ai, fryma e së vërtetës, ai do t'ju pri në çdo të vërtetë, sepse ai nuk do të flasë nga vetja, por do të thotë të gjitha ato gjëra që ka dëgjuar dhe do t'ju kumtojë gjërat që do vinë. Një ndjesi paqeje ose shqetësimi shpesh është mënyra se si Perëndia na drejton. Hapi i katërt. Zgjidhni bindjen edhe kur është e vështirë. Shpesh ne e dim se çfarë është e drejtë, por zgjedhja është sfida. Ligji i përtërir, kapitulli 5 vargu 33 thot:
Ecni të tërë në rrugën që Zoti, Perëndia juaj ju ka caktuar që të jetoni, të keni mbarësi dhe të zgjatni ditët tuaja në vendin që do të pushtoni. Vullneti i Perëndis nuk është gjithmonë më i lehti, por është gjithmonë më i miri. Hapi 5. Kërkoni këshill të mençur. Perëndia shpesh përdor njerëz të tjerë për të na drejtuar. Fjalët e urta, kapitulli 11, vargu 14 thot: Pa një udhëheqje të urtë populli bie, por gjen shpëtim në numrin e madh të këshilltarëve. Mos merrni vendime të mëdha të izoluar nga njerëzit, sidomos nga ata që e dini se kanë urtësi nga Perëndia. Hapi 6. Vëzhgoni frytin e zgjedhjeve tuaja. Zgjedhjet sipas vullnetit të Perëndis sjellin fryt të mirë. Galatasve kapitulli 5 vargjet 22 deri në 23 flasin për frytet e frymës, që janë dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetkontrolli. Të gjitha këto janë shenja që jeni në rrugën e duhur. Hapi 7 për zgjedhje të mira. Jini të gatshëm të ndryshoni drejtim. Donjëherë Perëndia na drejton duke mbyllur disa dyer dhe duke hapur disa të tjera. Fjalët e urta 16:9 thot: Zemra e njeriut programon rrugën e tij, por Zoti drejton hapat e tij. Fleksibiliteti është pjesë e bindjes. Dhe hapi 8 për të bërë zgjedhje të mira është: filloni me gjërat e vogla. Vullneti i Perëndis nuk zbulohet vetëm në vendimet e mëdha, por edhe në përditshmëri. Luka 16:10 thot: Kush është besnik në të vogla, është besnik edhe në të mëdhat. Dhe kush është i padrejt në të vogla, është i padrejt edhe në të mëdhat. Besnikëria në gjërat e vogla hap rrugën për gjëra më të mëdha. Mikesha të dashura, kemi ardhur kështu në fund të programit tonë edhe për ditën e sotme. Dhe si gjithmonë, duam t'ju inkurajojmë që t'i dëgjoni këto programe në YouTube dhe t'i ndani ato me mikesha tuaja. Mjafton të kërkoni TWR Albania prej lista Shpresë për ty 2026 dhe do të gjeni aty këto programe. Gjithashtu, për çdo pyetje, kërkesë për lutje, apo nëse doni të ndani historinë tuaj me ne, ju inkurajojmë të na shkruani një letër në adresën TWR Albania, kutija postare 130 Tiranë, të na dërgoni një email në twralbania@gmail.com ose të na shkruani një mesazh në faqen tonë në Facebook dhe Instagram, Shpresë për ty. Ne ju urojmë një javë të bekuar dhe miru dëgjofshim në programin e ardhshëm. Ndoshët programin Shpresë për ty.